Ndodhemi në një nga segmentet që FSHZ po ndërton brenda bashkisë së Divjakës, është segmenti Rema-Zgur, 3.2 km, një segment I cili kalon për zonë të banuar, por që e cila nuk është në zonë me themje mirë studuar, pra ka shpik dhe densitetin e 4 shpërndar. Këto 3.2 km tashmë kemi mbaruar me gjeotekstile dhe nga ana tjetër është hedhur edhe çakulli dhe në disa nga pjesët, si do ta shikojmë pak më tutje, është edhe pjesët që kanë filluar të shtrohet tapeti në këto momente. Janë pastruar kanalet anësore, duke qenë se është zakonisht një nga problemet më të mëdha që kemi në këtë zonë, duke qenë se është edhe në një nivel me detin. Dhe nga ana tjetër, ne e quajmë shumë të rëndësishme këtë rrugë, jo vetëm sepse bashkon dy fshatra, por edhe e bashkon me rrugën e Karapastas në gjitha planet tona për zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Ishin të dyja bashkë, edhe shemja edhe zhvillimi I rrugës, sepse ishte shumë e ngushtë, po ndërkohë mes dy kanaleve, dhe patjetër ishte mbajtja se të pjesë, kishte pjesë që ishte pak letemi moçalore. Kështu që kjo të dyja gjithmonë tekstili patjetër kanë ndihmuar jashtëzakonisht që mos të kemi shanse nga shtrimi. Një tjetër punë jashtëzakonisht e bukur kjo e bërë dhe falenderoj nga zemra të burrin këtu, I cili në bashkinë time ka bërë gjëra të jashtëzakonshme. Faleminderit tanë. Este pachetul meu de investimus bashkë me Divjakës, Minister segmentit shëndetësor, Minister transportike, duke venditur vetëm pjesën turistike për ne progjektin Bigport. Kjo është një shumë e rëndësishme, e cila është planificuar edhe me trotuar për ato pjesë të caktuara edhe për këmbësorët. Mendoj që do jetë një rrugë tjetër e shkëlqyer. I mesë jashtëzakonshme jo vetëm për turizmin, por edhe për bujqësinë që kemi në këtë zonë. Tani praktikisht ne pothuajse kemi mbyllur të gjitha rrugët rurale këtu, Këtu jemi gati në përfundim të gjitha rrugëve rurale dhe një falënderim nga zemra ime si qytetar, por edhe si kryetar I bashkisë. Po edhe si fermer. Patjetër si fermer më shumë si fermer, patjetër. Faleminderit shumë. Tani ne duhet nga bashkia dhe të mirëmbajnë qik, jo si? Kjo është për të gjithë ata që thonë fshati, keni lënë fshatin, s'keni bërë në fshat, da. Jo, unë jam Dhe jo, po, se ku do t'i shikoni ju rrugët e fshatit, ku? Në kënetën mediatike që s'ka punë tjetër, vetëm e kapi, hyri, iku, doli, vodhi, erdhi, bam, bum, bim, bam. Nuk I shifin dot rrugët e fshatit aty. S'kan lidhje me fshatin fare ata që flasin atje. Dhe nga ana tjetër, s'është vetëm Divjaka. Janë shumë zona dhe shumë territore ku ka pasur zhvillim të infrastrukturës rurale, gjithmonë jo elektorale, por strategjike. Jo hajde hidh zhavore, hidh çakull, hidh dy lopata asfalt për të marrë vota, por për ditë, thuajse 12 vjet me radhë, 12 vjet se nja 2 vjet na u deshën vetëm për të filluar të dalim nga gropa që na kishin zhytur me ato borxhet e tyre të tmerrshme. Po, një dekadë me radhë, pak nga pak, hap pas hapi, rrugët bujqësore, televizjes prodhimit, rrugët turistike, të hapjes perspektiveve të reja në zona ku nuk shkoj dot as me traktor, jo më të shkoj me veturave. Patjetër. Mesë jashtëzakonshme dhe vërtet për lavdëruar. Por gjithë kjo zonë do të marrë një zhvillim të në të gjitha drejtimet. Zhvillimi I bujqësisë, paktën në bashkinë ku unë jam, është jashtëzakonshëm dhe ndihmesa e qeverisë ka qenë e prekshme, e dukshme, e qartë, e pastër, pa më dyshje me asnjë interes më brava elektoral. Dhe tjetra që vjen shumë mirë dhe ndoshta është një nga arsyet më të mëdha pse unë jam krenar me punën tonë. Festa e 7 marsit, më çuan ato raportet që më çojnë, se unë nuk I ndjek direkt këto mediat, edhe ishte mbledhur këneta me mësues. Në rregull, shumë mirë. Gjëja që unë ndjeva shumë mirë ishte që mësuesit sot mund shkojnë te këneta, kanë idetë e tyre,
flasin atje, as i hyn gjëm në këmbë. Po edhe këtu, kur nuk është parë, jo i majt, jo i djath, jo këtej, jo andej, jo t'ja çojmë rrugën këtij, jo t'ja heqim rrugën atij, jo t'i çojmë ujin këtij se është i joni, jo t'ja heqim ujin atij. Të trapo me ujin si është këtu. Është mirë, kjo zonë është është mbaruar projekti lidhur me ujësirë. Jemi në fazat e fundit marrjes në dorëzim, ka pasur probleme teknike, por është e gjitha me sistem ujë 24 orësh. Është një nga njësitë e cila e fundit e parafundit. Bashkisë Divjaki kanë gjetur vetëm një njësia gradisht, e cila tenderi ka fituar, është në proces hapje, mendoj me punë orësh, ku fillojnë punimet për mbajtur atë zonë me 24 orë ujë. Po thuaj se e gjithë bashkia Divjak, të gjitha njësitë ka 24 orë. Asnjë njësi këtu dhe jo në këtu, po shumica e Dormuzës kishte 24, 4 zona urbane vetëm me 24 orë ujë. Sot janë 43 zona urbane dhe 98 rurale. Dhe janë 11 kantiere të hapura dhe janë një sër kantiere tjera që fillojnë dhe mbyllet fundimisht një plagë e vjetër sa shteti shqiptar. S'ka pas ujë 24 orë kur. Kështu që ata që bëjnë gam, vazhdojnë të bëjnë se vetëm syrin e keq prishin. Apo jo? Patjetër. Asgjë. Bën mirë na bëjnë. Besë na bëjnë mirë.